Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Kryeministri Rama dje në Dibër inauguroi rrugën Maqellar-Peshkopi. I entuziazmuar nga muzika dhe vallet, ai ra edhe vet daulles, kurse sot nga Gjirokastra premtoi ndërtimin e një aeroporti. Kryeministri Edi Rama mbylli dje në mbrëmje vizitën elektorale në Dibër me inaugurimin e rrugës Maqellar-Peshkopi, segmenti i fundit që përmbyll rrugën e Arbrit. I shoqëruar nga reperi Noizi, muzika e vallet, kryeministri Edi Rama i ka rënë edhe vet daulles. Në një postim në rrjetet sociale, Rama shkruan ja edhe sapo përfunduara rruga Maqellar-Peshkopi, e cila e çon rrugën e Arbrit deri në qendër të qytetit dhe e mbyll me sukses këtë vepër. Sot kryetari i Partisë Socialiste Rama nga Gjirokastra u premtoi gjirokastritëve ndërtimin e aeroportit të Gjirokastrës. Deri në fund kësaj dekade, niveli ekonomisë vendore në këtë qark do të rritet në mënyrë të ndjeshme. Sepse nga një anë turizmi, nga ana tjetër zhvillimi i agroturizmit, nga ana tjetër agropërpunimi për cilin ne do vendosim mbështetje veçanta. Paketa e maleve, e cila është për gjitha malet, nuk është vetëm për veriun, do t'i japi një dorë shumë të mirë, sidomos zonave më të thella. Aeroporti i Gjirokastrës është një aeroport funksional për aktivitetet sportive, ka rezultuar që t'jetë pika më ideale për të bërë atë aeroportin turistik të jugut. Kemi marrë konsulencë ndërkombëtare, kanë parë të gjitha ato parametrat e korridorëve të ajrit e tjerë, dhe duke pasur tani këtë lidhjen e shkurtër dhe të shpejt midis Gjirokastrës dhe Bregdetit, rezulton nga ekspertiza ndërkombëtare që pika më ideale për të ndërtuar aeroportin është Gjirokastra. Koncepti i përgjithshëm është gati dhe kemi shumë besim që në Shqipërinë 2030 do të ketë fluturime që ulen dhe ngrihen nga aeroporti Gjirokastrës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi takime elektorale në qytetin e Peqinit. Ai premtoi se në 100 ditët e para nuk do të ketë pension minimal nën 200 euro. Berisha komentoi edhe kryeministrin që i ra dje daulles në Dibër. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga qyteti i Peqinit premtoi se në 100 ditët e para nuk do ketë pensionist me pension nën 200 euro dhe sot me pension nën 172 euro janë 57% e të gjithë pensionistëve, pasi janë lënë në harres nga kryeministri Edi Rama, tha ai. Ky Peqin, kjo Shqipëri është bërë pajetueshme. Është bërë pajetueshme sepse pensionistët që kanë shkri jetën e tyre, energjinë e tyre, sot trajtohen në mënyrën më të pashpirt, trajtohen me një pension mesatar 172 euro. Në 100 ditë të para, ju siguroj se në Shqipëri nuk do ketë pensionist me pension dën 200 euro. Dhe sot, me pension, ndën 172 euro, janë 57% e të gjithë pensionistëve shqiptarë. Berisha komentoi edhe takimin elektoral të Partisë Socialiste dje në qarkun e Dibrës. Po pse refuzon? Sepse del hajdut para jush. Nuk thot dot një fjalë ku janë 130 milion euro. Nuk justifikon dot kur sarajat e tij në Surrel. Nuk justifikon dot kur 225.000 m2 tokë në Gjipe, pas një dokument kadastral, pas një dokument konfiskimi, me falsitet. Pra të gjitha këto, kërkon të e perde ju, talët me ju, talët me shqiptarët, merë daullën, i bje daullës, gjën dhe Noizin,
me Lamborghini Noizit, po Lamborghini Noizit nuk është pensione. Lamborghini Noizit nuk është rroga. Ai takzoj. Po ç'pun ka pensionisti me të? Apo si ta mashtroj? Po ç'pun ka smuri që vdes për ilaçe? Historia ka qenë e hidhur. Edhe Kamala mori të gjithë Hollywoodin me vete, po përfundoi atje ku e meritonte. Nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Kongresi i Lushnjës organizuan një koncert me muzikë klasike tek Lulishtja e qytetit për promovimin e talenteve të reja. Nxënësit e klasës mikse me drejtim të orientuar të shkollës nëntëvjeçare Kongresi i Lushnjës organizuan një koncert klasik tek Lulishtja e qytetit për promovimin e talenteve të reja që u paraprin edicioneve ndërkombëtare të cilat zhvillohen në Shqipëri. Gjithashtu artistët e vegjël dhanë edhe mesazhin për bashkëmoshatarët e tyre që të afrohen pranë instrumentave si piano, violina e të tjerë. Ky është një aktivitet i radhës, por arsye sepse nxënësit e klasës mikse me drejtim të orientuar artistik të shkollës Kongresi i Lushnjës, këtu në Lushnjë, japin shumë koncerte të karakterit klasik, e cila është edhe një institucion për të gjithë fëmijët e qytetit të afrohen me instrumentat e bukur klasik si violina, piano, violoncelli, kitarra, viola. Dhe ky koncert këtë qëllim pati promovimin e talenteve, edhe si një vazhdimsi dhe një afrim në audicionet e ardhshme që fillojnë në datën 22 maj, audicionet ndërkombëtare që zhvillohen në Shqipëri, si Euroclassica, Tirana Talent, EPTA dhe në Shkodër. Interpretimet e bukura dhe plot ndjenjë të pjesëve klasike nga artistët e talentuar emocionuan prindrit, mësuesit, fëmijët e qytetarët që ndoqën koncertin. Të pranishëm në këtë eveniment ishin edhe Ministri i Financave Petrit Malaj dhe Drejtori e Zyrës Arsimore Lushnjë Zenjola Hoxha. Arrestohet drejtuesi i automjetit, 20 vjeçari që aksidentoi dje në mesditë 78 vjeçari në fshatin Shën e Premte Divjak. Procedohen edhe 6 shtetas për vepra të ndryshme penale. Aksidentoi dje në mesditë 78 vjeçari në fshatin Shën e Premte Divjak. Policia arrestoi drejtuesin e automjetit shtetasin AD 20 vjeç për veprën penale, shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Specialistët e qarkullimit rrugor gjithashtu arrestuan në flagrancë shtetasin EB 47 vjeç banues në Lushnjë, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi dhe në gjendje të dehur, dhe shtetasin DK 35 vjeç, po banues në Lushnjë, pasi ditën e djeshme në fshatin Gradisht, automjeti që drejtonte është përplasur me biçikletën që drejtoi nga shtetasi RH 75 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Policia e Divjakës arrestoi në flagrancë edhe shtetasit KD 63 vjeç, banues në Çerm Divjak, pasi ka goditur me grushte dhe ka kanosur me mjete të forta një shtetas 32 vjeç. Referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AH 43 vjeç, banues në Divjak, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj ish bashkëshortes së tij. Edhe referoi materialet në prokurori për vlerësim pasi ditën e djeshme në fshatin Çerm sektor në ecje sipër, si pasojë një shkëndije elektrike, ka marrë flak automjeti me drejtues shtetasin KD, ku përpasoi pati vetëm dëme materiale. Policia e Fierit pas transmetimit në emisionin investigativ fiksfare të rastit ku shfaqet një mjek duke marrë një shumë parash për një operacion që kishte kryer, specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin MS 64 vjeç, banues në Fier, mjek në Spitalin Rajonal Fier, për veprën penale korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Vazhdo në Kosovë kriza parlamentare, nuk konstituohet kuvendi për të 10ën herë. Seanca konstituive në kuvendin e Kosovës ka dështuar për herë të 10. Forcat politike vazhdojnë të mos dakordsohen për formimin e komisionit për votimin e fshet për drejtuesin e ri të parlamentit. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan që të propozojnë përfaqësuesit e tyre për mbarvajtjen e votimit të fshet.
Deputetja e vetëvendosjes Donika Gërvalla akuzoi partitë e tjera për bllokim të procesit, kurse kryetari i PDK-s Memli Krasniqi tha se është jo kushtetuese mënyra se si vetëvendosja po tenton që të zgjedh kryeparlamentarin e ri. Është një varg definicioni që është i famshëm, që ja atribojnë Einsteinit, po që s'është e sigurt nëse ka thënë ai. Por është vërtet marrëzi që të përsëriten veprimet e njëjta duke pritur rezultate të ndryshme. Kjo vlen pikërisht për këtë situatë. Sa herë që ta përsërisin propozimin e Albulena Haxhiut, nuk do të kaloj. Deputetja e LDK-s Hikmete Bajrami përsëriti qëndrimin se procesi është jo kushtetues. Prej datës 15 prill deri me sot jemi takuar çdo 48 orë. Tash lëvizja vetëvendosje ka ndryshuar strategjinë, në vend që të vendos aty emrin e Albulena Haxhiut, ka bën një taktik dhe po kërkon vot për një komision për votim të fshehur, e cila tashme e kemi diskutuar, e kemi argumentuar, jo vetëm ne, po edhe njerëz dhe profesionistë që janë jashtë kuvendit të Republikës së Kosovës, dhe që nuk përfaqësojnë parti politike, që është shkelje ligjore dhe kushtetuese ndryshimi i mënyrës së votimit në proces. Seanca e radhës do të mbahet të hënën në orën 10. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Fundjavë të këndshme.